Kryetari i gjykatës kushtetuese Darko Kostadinovski, i njohur tashmë për deklarata që bëjnë gjurmë në opinion, edhe këtë herë nuk kaloi pa lënë gjurmë. Ai përsëriti qëndrimin se jo vetëm që është kundër vendosjes së Badenterit në gjykatën kushtetuese, por shkoi edhe më tej, duke thënë se më mirë të mbyllet ky institucion se sa të vendoset ky mekanizëm. Kostadinovski këtë argumenton duke thënë se nëse aplikohet ky mekanizëm, atëherë në vendime nuk do ketë argumente kushtetueso-juridike, por argumente të tjera. Takvov mehanizëm Unë e kam thënë qëndrimin tim, një mekanizëm i tillë është i përshtatshëm për organet partijake, siç është kuvendi dhe është mekanizëm i shëndetshëm. Megjithatë, në një institucion, siç është gjykata kushtetuese, që është institucion i pastër juridik, vendosja mekanizmit, ndoshta kam qenë brutal kur e kam thënë se është më mirë të mbyllet institucioni sesa të vendoset një mekanizëm i tillë. Mekanizmi i Badenterit në gjykatën kushtetuese ose shumicë dyfisht nënkupton që ligjet që miratohen me shumicë të dyfisht në kuvent të mos mund të rrëzohen në kushtetuese pa shumicë të dyfisht nga radhat e gjykatësve. Ndërkohë, kryeministri Hristian Mickoski u pyet për ruajtjen e përfaqësimit të drejtë në institucione. Ai njoftoi se ligji i ri për përfaqësim të drejtë që mori mendim pozitiv nga Komisioni i Venedikut, këtë seancë ose të ardhshmen të qeverisë do të kalojë dhe më pas do të prezantohet para deputetëve. Сега в моментот такви политички услови не се. Ligji për përfaqësim të drejtë do të kaloj ose seancën e sotme ose të ardhshme të qeverisë. Ligji i cili mori mendim pozitiv nga Komisioni i Venedikut do të jetë para deputetëve, kështu që ne nuk kemi për qëllim si qeveri të politizojmë diçka që është e drejtë kushtetuese e dikujt, të mos keni dilema. Ka parti politike opozitare, të cilat me konstruksione, trillime mundon të krijojnë polarizim në shoqëri, por ne sillemi ndryshe. Ligji i ri për përfaqësim të drejtë dhe adekuat synon të zëvendësojë balancuesin e shfuqizuar nga gjykata kushtetuese.